Të gjitha komunat paralele i kemi mbyllur. Pa kaluar shumë kohë, Albin Kurti dhe disa eksponentë të tjerë të lëvizit vetvendosi duke se i hëngrën fjalët e tyre. Prej kur e marrën pushtetin, u bë fushat e madhe në emër të mbylljes së disa prej strukturave paralele të Serbisë në Kosovë. U tha se ato janë mbyllur dhe se ky është një lajm i madh për shtetin. Prej strukturave ilegale, institucioneve paralele të Serbisë që ne i mbyllëm, i eliminuam, i shporrëm cep më cep. Aq shumë struktura ilegale, tash të quajtura paralele, kishte pasur dashur Gjakovor në Kosovë. Sa që po m'duket ma shumë kish pasja si paralele se kësit shtetit. Aq shumë kemi mbyll ne, aq shumë i kemi eliminuar ato. A e dini pse kemi bërë këto? Sepse është e lishme, sepse është e drejt, sepse është e vërtet, sepse është e mirë, sepse është kushtetuese, por edhe sepse nuk dëshirojmë që këtë barë t'ja u lëmë fëmijëve tonë. Ne duhet ta kryjmë këtë punë. Madje vetë Kurti e kishte pranuar se këto struktura paralele përbëjnë sfidë serioze për rendin dhe ligjin në vend. Sa më shumë që ka struktura ilegale të Serbisë në këto vitet pas çlirimit dhe sidomos pas shpalljes së pavarësisë, aq më pak ka ligjshmëri. Rreth një vit më parë, kësaj vallje ju bashkua dhe Xhelal Sfeqla dhe Elbert Krasniqi. Nga sot, kapitulli i institucioneve paralele ilegale kriminale të Serbisë në Republikën e Kosovës mbyllet, pa një gjithandej në gjithë pjesë tjera të Republikës Kosovës, objektet komunale, postat, zyrat tatimore, gjitha mbetjet e institucione paralele përfundojnë. Nga sot, 28 komunat paralele kriminale të Serbisë në Kosovë dhe 5 qarket e tyre mbyllen përfundimisht. Këto institucione paralele kriminale të Serbisë nuk kanë vend në Republikën e Kosovës. Por nuk kaloi shumë kohë dhe realiteti doli në pa. Vetë Kurti me gojën e tij pranoi se një gjë e tillë nuk ishte ndodhur atëherë kur u deklarua. Madje këtë tha duke i dhënë serbëve një lajm të mirë. Qeveria e Republikës Kosovës po ashtu do të hapë një dritare të re 3 mujore për të mundësuar qytetarëve të nacionalitetit serb të regjistrojnë fakte civile, të cilat deri me datën 15 mars 2026 janë regjistruar nga strukturat ilegale.